Plazhi i Kavajës dhe Durrësit në këtë fillim sezoni veror ka një përmirësim të dukshëm të cilësisë. Kjo sipas raportit të fundit mbi cilësinë e ujërave bregdetar. Vendosja e sistemeve të kanalizimit dhe impjantet e trajtimit të ujërave ka ndikuar pozitivisht krahasuar me një vit më parë, kur situata paraqitej shqetësuese. Ku në vitin 2014 rezultonin 60% cilësi shumë e mirë dhe e mirë, dhe tashmë në 2015 rezultojnë parapërsisht 80% cilësi shumë e mirë. Faktorët kryesor të ndotjes së plazheve në vendin tonë vazhdojnë të mbeten shkarkimi i ujërave të ndotura si dhe mungesa e impjanteve të trajtimit të tyre. Problematike mbetet zona e Vlorës te plazhi i Marinës, ku nuk është bërë një punë e mirë për sa i përket shkarkimeve urbane, pra nuk kemi disiplinim të shkarkimeve urbane. Një punë shumë e mirë është bërë në plazhin e Sarandës, pasi kemi një zonë shumë problematike, pikën e kanalit Qukës, ku deri vjet ka qenë një cilësi e keqe. Këtë vit kemi një cilësi shumë të mirë të këtij plazhi. Ndërsa listën e plazheve më pak të ndotura e mbajnë poshtë Dermiu e Velipoja.